animator. Pufja! Gecko! Legends goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Fuqitë e ujkut. Nga kjo. Ha, më mbaroj letra. A keni ndonjë copë? Nuk thash kështu. Flok të pakrehur. E po, do t'i njihja kudo. Dua të them, shikoni, është Romeo. Prit, Romeo po mendon të bëhet një hero me super fuqi? Gjanë si keqbërës me super fuqi. Kjo është e keqe. Po, por nuk ja thën ka fare nga vizatimet. Por seriozisht, imagjinoni Romeon me super fuqi. Do të ishte i pandalshëm. Jo nëse e ndalojmë ne të parët. Heroj me pijame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! Romeo. Nuk pas ka fuqi. Akoma jo, tek makina e Geckos. Kjo është e çuditshme. Ai ishte mu këtu? Kam një parandjenjë të keqe për këtë. Çfarë ndodhi? Ja çfarë po ndodh, dhe ra drejtë në kurthin tim. Si gjithmonë. Fuqit tona nuk janë. Keni të drejtë, fshesa ime e re fatkeqësisht ju thithi fuqit, të cilat do i përdor të gjitha për vete për t'u bërë. Figur vizatimi? Çfarë? Jo, keqbërsi më i madh. Shikoni, fuqit tuaja u thithën këtu, pastaj kalojnë këtu, pastaj këtu dhe te veshja e laboratorit. Rehatoni në pijame tuaja dhe shijojeni shfaqjen. Fuqit e heronjve ja ku po vi. Hej! Ë? Jo, të kapa unë! Ju tuf me shkoti. Stop! Eja! Wow! Çfarë? Ujqërit morën fuqit e mia vallë? Do të tuash fuqit tona? Prisni, mos ta dikush fuqi? Au! Wow, jam super e shpejt! Po! Jam super i fort. Mendoj se kjo do të thotë që unë fluturoj? Jam mirë. Pa! Fortis më kap dot! Hej, na këteni fuqit tona. Për prisi dhe mua djema. Robot me pijame? Kur Romeo na mori fuqit, duhet të ketë ndryshuar edhe baza. Janë të lidhura. Duhet të marrim fuqit tona mbrapsht. Por si? Le ta mendojmë mirë. Nuk kemi kohë, le të shkojmë. Djema? Shpik, Romeo! Shpik, shpik!
Prit, kjo nuk ka mbaruar. Mund ta rregulloj. Forca, më fluturoj. Jam akoma më mirë. Wow! Hej, Ha? fuqit tona janë për të mbrojtur qytetin, jo për ta shkatëruar. Duhet i përdorni me përgjegjësi, që do të thotë t'ja ktheni heronjve të vërtet. Ne, Ke të drejtë. Me fuqitë e mëdha vjen përgjegjësia e madhe. Si loja me kapje? Djema, Jip, jip, jep, jep, Sepse koha e natës është koha më e mirë për të luajtur. dhe për të bërë ujqër. Hej, kënga nuk është kështu. tan herojt pa fuqi. Mos i dëgjoni ata. Të qenit hero nuk ka të bëj vetëm me fuqit. por të ndihmojnë. Ka më shumë se një mënyrë për të qenë hero. Duhet të provojmë diçka ndryshe. E gjeta! Në rregull, përdor super sytë e tu me dylbi për të gjetur një ujk. Doja të thosha diçka ndryshe djema, por mirë, le të provojmë. Super zmadhimi i bufes. Në rregull, një ujk përballë nesh. Ika! Shpejtësi fantastike patinash! Forca! Po! Kamuflazh i bukur, Greg! Funksionoi paksa, por si do t'i marrim fuqit tona nga xhaketa e Kevinit tek pizamet tona? Duhet ajo gjëja si top nga fshesa Romeos. Në rregull, shkojmë që ta marrim. Prisni! Nuk mund të shtiremi sikur kemi fuqi. Duhet të jemi heroj ndryshe. Por pse? Ja dalim me fuqit e rreme. E po disi. Au, au, au! Mendoa Maja. Fuqia ime është më e mirë. Sigurisht që të mijat janë më të mira. Jo, janë të mijat. Uj, qërmendje let. Sikur të përpiqeshin të luanin bashkë një herë. Kjo ishte! Në rregull, Greg. Jepi! Kamuflazh i rem. Ndalon, Uh-oh. të kapa tani. Wow! Jo kaq shpejt. Mos lëviz. Ha! E dija që do të ktheheshit tek unë. Fusha e forcës. Po, mjeshtër. Hej, Brit! Ha! Vëndet në rreshtin e parë që të më shihni kur të rimarr fuqitë e mia. Bla, 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 plani lig. Romeo do të pushtoj botën, ne e dim. Vërtet? Po atë pjesën kur jo vetëm që thith fuqitë tuaja nga ujqërit, por edhe fuqitë e ujqërve gjithashtu, hungërimën sonike. Ja ku po vin. Hej! Lëri miqtë e mi të shkojnë, Romeo! Çfarë do të bësh ti? Do të fluturosh? Ka më shumë se një mënyrë për të qenë hero. Është koha e lojës. Më godolis. O, baba. Robot, kov me bulona. Juhu! Jemi të lirë. Do t'ju kap herojt me pijame, pa fuqitë tuaja, nuk vraponi, fshiheni apo të fluturoni. Hej! Lëvizje e bukur, Amaja. Nuk e prisja as pak të vije atje. Duhet të kishim dëgjuar. E po, akoma nuk kemi asnjë fuqi për të ndaluar Romeon. E vërtet, por nuk kemi provuar të përdorim ujqërit për ta ndaluar. Kjo po që duket ndryshe. Është koha të bëhemi heronj. Po, ju! Hej, Romeo thot që nuk je aq i fortë të ngresh ata koshat. Do t'ja tregoj unë se sa i fort që jam. Sa qif! Hej, roboti i Romeos ju ka thënë të gjithëve që ti nuk je aq e shpejt dhe lajmi është për hapur shumë shpejt. Roboti e tha këtë? E po unë e vrikosem shpejt. Mere, do të ndihmoj të fluturosh.
Koha t'i lëmuqëri të bëjmë punën tonë për ne. Eshe, jam aq i fort sa mu të ngreka noqen tënde të vogël. Wow! Kam për të kapur! Hej, çfarë je duke bërë? Robot, më ndihmo! Po vi, mjeshtër. Wow! Nuk mendoj kështu. Jo pasi më ke quajtur të ngadalë. Çfar? Gabim. Roboti duhet të rindizet. Wow! Ha, tani mund t'i marr fuqit. Hey! Muahahaha! Çfar? Në rregull, kemi vetëm një ujk. Më fal, Kevin, por nuk jam e sigurt se fluturimi është ide e mirë për ty. Po, kjo më dhëmbi. Jo! Erdhët në shtëpi, fuqi. Juhu, u kthyem. Kam për të kthyer! Vetëm më prisni insekte me pijame! Kishte të drejtë, Bufe. Ka më shumë se një mënyrë për të qenë hero. Heronjt me pijame për t'i stigura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Bëj si Geko. Funksionon! Po! Ato bambu të veçanta janë vetëm për mbrojtësit e dragojit. Të veçanta? Ky këtu ashtu është, e mbusha me magji ninja shtes. Më në fund këtu, diskoja e shkollës kërcej poshtë yjeve. Mezi pres të tregoj lëvizjet e mia. A nuk i dim ne? Të kujtohet si lëvizje për ta ndaluar ngjitës vulkanin? Ose atëherë kur shpërqendrove robotin me atë lëvizje super fantastike? Vëbas që të gjithë do të bëjnë si Geko në fund të festës. Po! E po kur thua të gjithë, nuk i përfshin të macet, apo jo? Po ndodh diçka. Le të hetojmë. Heronjt me pijame ja ku po vinë. Drejtet e diskoja. Mirë, ç'kemi Kamerun? Jemi rrugës për të treguar aftësitë tona fantastike. Askush s'do i shikoj lëvizjet e tua. Do t'jenë të zënë me mua. DJ Super Yll, e jani. Wow, bukur. Mrekulli, do të jetë hata fare. Po. Juhu! Lëvizje të bukura. Mi mëson dot? Wow, Greg, lëvizjet e tua bien shumë në sy. Anju, çfarë kërkon ti këtu? Ai ninja që s'di të sillet. Ai vodhi një nga bambut e veçanta nga pylli dhe erdhi në qytet. Kjo bambuja është si e jotja? E kam mbushur me magji të tmerrshme ninjash. Kush e di se çfarë fuqie mund të ketë? E po nëse është si yti, ndoshta nuk mund të bëj asnjë gjë këtu në qytet. Mund të kthehemi tek arkëtimi. Thjesht për muhabet. Mos u bëj merak, Anju. Do të ndihmojmë ne. Nuk mund të kthehemi në heronj me pijame. Kemi shumë njerëz pranë. Sepse është diskoja më e bukur. Disko? Nuk e kam dëgjuar këtë fjalë. Do të thot fest me kërcim. Të gjithë kërcejnë dhe bëjnë qef, sidomos nëse po kërcej një kërcim si ky. Po, e shikon? E bukur, duhet ta provosh. Ndoshta më vonë kur të kemi mundur ninjat. Ka diçka që nuk shkon. Duhet të ndjek shenin muzikor. Ju kërkoni ninjan. Shikoni. Nuk ka shenjë nga ninjat acarues. Mirë, ishte këmërsiqme të merre shkopin e Anjus. Tani unë kam flautin tim magjik. Ku
Kushdo që ja dëgjon muzikën, është i detyruar të kërcej sipas tij. Kjo nuk më duket shumë e keqe. Do të sabotoj diskon e shkollës, do t'i detyroj të kërcejnë drejt malit të misterit dhe do t'i kthej në shërbëtorët e mi. Oh, kjo është e keqe. Diskoja e shkollës son do jetë një kurt nga ninja i natës. Dhe askush nuk do të kërcej si Gecko. Kjo nuk është e rëndësishme, Greg. Duhet ta pranosh, është kaq i bukur. Oh, po. Wow! Ha! Heronjt! Le të filloj performanca! Unë nuk ndaloj dot. Po çfarë po ndodh? Këto nuk janë lëvizje të bukura, është turpëruese. Kjo nuk është e rëndësishme, Greg. Gjërat e vetme turpëruese këtu jeni ju, heronj të vegjël. Pa pijame, ju nuk keni asnjë lloj fuqie. E bukur kjo, Ninjalino. Mirë, tani fillon festa e vërtet. Oh! Wow, muzika ime është kaq e mirë sa nuk ndalon dot se kërcyeri. Pa! Mendoj se ke të drejtë, Kamerun. Oh, zot, kjo këngë është shumë e bukur. Kjo është e tmerrshme. Po, ushtria kërcimtare e ninjës duhet të largohemi nga kjo muzikë. Wow! Çfarë? Ku janë ato insektet me pijame? Ninjalino, i latë që t'ja mbathnin? Varja atyre, kërcimi ka filluar. Asgjën nuk na ndal dot. Filloni tani, Ninjalino. Anju, por si? Kam parë nga hijet duke pritur momentin e përsosur për të goditur dhe për t'ju larguar nga e keqa. Por, si ka mundësi që flauti nuk funksionojnë mbi ty? Mora këto te tavolina ushqimit. E zgjuar, Më fal? nuk ka gjë. Po ja marr dorën të qenit hero në këtë qytet. Në rregull, kemi nevojë për ty që të shpëtojmë të gjithë fëmijët e festës. Nuk më duken të palumtur. Hey, po Talles, ai po i çonte mali që të bën shërbëtorët e ninjës së natës. Kjo nuk ka për të ndadhur. Në rregull, koha për pijame. Heronjt me pijame ja ku po vijnë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Pra, si do t'ja marrim atë flautin dhe të ndalojmë ninjën e natës? Është e lehtë kur e thua. Sa po t'i afrohemi do ta dëgjojmë muzikën. Doni si këto? Të rrezikshme, mund të bien dhe nuk kemi shumë kohë. Wow, ky kërcimi është duke më pushtuar. Wow! Çfarë po ndodh kështu? Është fuqia e melodisë. Mos e refuzoni. Çfarë do të bëjmë tani? Po i afrohen portalit. Do të meditoj për këtë problem. Ky kërcim është kot fare. Më pëlqente kërcimi i Gregut, por tani nuk më kujtohet. Pyes veten. Wow! Për pak fare, dhe si fillove sërish ato hapat e spifur. E di, nuk duhet të mendoj për këtë. Ndoshta po. Ë?
Të kemi thënë shumë herë të mos kërcesh si Gecko, por sikur... Luaj me fuqinë e Gekos kundër fuqisë së ninjas. Kam medituar, por nuk e kam gjetur ende përgjigjen. Mendoj se e gjetëm ne. Është koha të bëhemi heroin kërcimtar. Forca, Gecko. Mund t'ja dalësh. Ndiq lëvizjet e tua. Lëvizjet e Geckos janë të pashkatërueshme. Ku ti intereson magjia e ninjas? Hej, është kërcimi Geckos. Tani më kujtohet. Oh, po, le të kërcejmë. Era e krahëve të bufes! Fendët e bufes! Nuk ishte yti që ta dish. Forca Ninjalino është një festë e mërzitshme. Nuk e besoj. Të kërcejmë si Gecko. Oh, po. Heroi i qytetit është më argëtuesi se sa imagjinoja. Mendoj se zbulove një superfuqi të re, Anju. Kërcimi i dragojt. Heronjt me pijame bërtisni ura! Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë! Djali ma qot! Bufja! Gecko! Falls into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. Armadillan, heroi aksionit. Ki kujdes, bot, është Armadillani. Heroi aksionit. Dhe prite. Nuk është kjo ajo që kisha në mendje kur thej që do të luanim një hero aksioni. Mbaje ti kamerën. S'ka shans. Punët e heroit i bëj unë. Pastaj ti sheh videon ku unë jam fantastik. Ti nuk je hero aksioni. Ashtu, shiko kur të rrotulloj makinën me gishtin e vogël. E kishte fajin makina. Ha! Çfar arma do doje? Shihemi vërdall. Kupton, do të bëj filmin tim. Prit, ktheu këtu dhe filmoje. Aty e, ka njeri. Nuk më besohet që po ndodh tani. 3 bileta për filmin e Mjestër Fengut, ju lutem. Më falni fëmi, filmi nuk do të shfaqet. Çfar? Por pse? Kush e parkon makinën me kokë poshtë? Shkatërimi pa vlerë? Ky mund të jetë vetëm një keqbërës. Tani që e mendoj, mund të jenë të gjithë në fakt. Heroi me pijame Jaku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata.
Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor! Amaya bëhet Bufe! Herojt me pizame! Mere këta, autobus, stili armadillanit. Armadillani tipik. Bëj mirë ta ndalojmë përpara se të thyej diçka tjetër. Bom! Oh! Oh! Ah! Kini kujdes! Bom! Mos e miri. Tjetra, super rrotullimi dyfisht, mbi kokën e keqbërësit. Bukur! Ashtu si rrotullimi fantastik i mjeshtër pengut. Nëse mbaj mend mirë, fillon kështu më duket. Aksion! Oh! Wow! Ai rrotullimi fantastik ku bërëzim fantastik. Nuk u vrava, ja mirë. Armadillan, ndoshta mund të ndihmojmë duke të treguar disa lëvizje? Nuk ma duhet ndim, dhe sa po mendova një skenë të atashme që mund të xhirojmë te muzeu. Le të shkojmë! Muzeu? Plot me objekte delikate dhe lehtësisht të thyeshme? Na prit dhe ne! Dhe aksion për mua. Hia, huja. Ha, hia, ha. Si u duke mund si hero aksioni? Është pjesa ku duhet rokisni. Jo ninja koti, rëzuat kamerën dhe më shkatruat filmin. Nxitoni djema dhe mos e rrëzoni kamerën. Do shkatroni filmin. Dhe tani do t'ju tregoj se çfarë heroj fantastik mund të jem, duke ndaluar një vjedhje në muze. Djali Maçok, provo të vjedhë një smerald me vlerë dhe pastaj arrin heroj. Unë do të ndjek lëvizjet e bukura, do të kap dhe shpëtoj të gjithë. Bum, është një fund i lumtur. Jo, për muzeu nuk është. Gjitha ato lëvizje dhe përplasje për dallë mund të shkaktojnë dëme të mëdha. Më fal Armadillan, nuk është një ide e mirë. Si thua të xhirojmë tek parku? Mund të praktikojmë lëvizjet e tua. Nuk do më ndihmoni mua? Mirë. Të tjerët më luten që të jenë në filmin tim. Shikoni, jeni të pushuar. Ju në punë. Ti filmo. Dhe ti, bëj djalin e keq. Kostumi yt i ninjas është më i mirë se pijamet e Maçokut. Kjo ka për të qenë hata fare. Le ta fillojmë. Prit, Armadillan! Pra, ti vrapo, unë të ndjek dhe të kap, kuptove? Mirë. Aksion! Do të kap, more ninja i shpivur, nuk i shpëton dhe Armadillanit fantastik. Wow! Me nga dal, më lartë të kap. Po thuaj se, të kapa. Pra, mjaft lëvize. Kapja i hardhucës. Ju kapa, u futët fshehur në muze. Nuk u futëm fshehur, ne... Çfarë situate e sikletshme? Ha! Ja! Haja! Armadillan, ndalo! Një kurth ngjitësi. Shikoni anën e mirë, nuk mund të bëjmë më dëme. Ashtu? Ninjalino, përgatit një Armadillanin për rrotullime dhe rrëzim.
vërtet Armadillan, do të bëhesh një yll komedie. Kupton, mezi presta shok të disa herë dhe të qesh me mandjeletësinë tënde. Oh, nuk të pëlqen që po tallem? Aksion! Qesharake, Ninjalino, filmimi I dytë. Çfarë po thot? Super peshët e Macokut. Ai po thot që duhet të kishte dëgjuar këshillën ton. Nëse dëshiron këshilla, po ja jap unë. Armadillan, është momenti I duhur për të provuar rrotullimin bumerang të mjeshtërfengut. Ruaj qetësi dhe përqendrohu. Fillo të rretullohesh ngadalë. Më shpejt, vazhdo më shpejt. Tani shpejt, ana tjetër. Wow! Në rregull, surpriza e udhit rrotullues, stili I Armadillanit. Nuk dështon kurrë. Ardhuca zvaranike. Mos! Ju insekte me pijame më prishët argëtimin, por jo përpara se të xhiroja disa pamje qesharake për t'ia treguar të gjithëve. Do t'ia tregoj Romeos, Lunës, ujqërve, edhe e gjithë bota do të qesh me mua për ju. Merrni kokoshka njerëz. Heronj, si bëhet ajo gjëja me rrotullimin madhështor? Rrotullimin fantastik bëu si një kangur. Dhe me mendje tona. Ej, kujdes! Bum! Wow! Ja! Bum! Fondi lumtur. Kjo është po aq e mirë sa të shohësh filmin e mjeshtërfengut. Lëvizje të bukur Armadillan. Nuk do t'i kisha realizuar pandimën tuaj. Faleminderit, heroj. Bum! Një heroj jetës së vërtet. Më mirë se të jesh një heroj rrem filmash. Sigurisht. Tani, më shikoni për të bëhem heroj vërtet. Sërish, dhe pastaj, ndoshta edhe 10 herë të tjera. Dhe me lëvizje të ngadalë, dukem shumë I bukur. Armadillani tipik. Heronjt me pijame bërtisni të gjithë ura. Sepse gjatë natës I shpëtuam të gjithë. Shfaqja me super muskuj. Shihemi nesër. Miru pafshim. Jemi aq të qetë sa një pellgë në një ditë pa erë. Pellgët janë për stërkala. Çfarë jeni duke bërë ju? Po praktikohemi për qëndrimin ton te mali misterit. Harrove? Anju do të na tregoj si të bëhemi heronj më të fortë, me mendjet tona. Mendoj se super muskujt e Gekos janë mjaftueshëm të fortë. Unë do të rri të mbroj bazën. Në rregull. Heronjt me pijame ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! A je I sigur që nuk dëshiron të vish me ne, Geko? Jo, faleminderit. Dikush duhet të qëndroj për të ruajtur. Po pra! Jam edhe unë. Do të rri me Gekon dhe do të mbroj bazën. Stili Armadillani. Po! Por, do të rri dhe roboti me pijame? Patjetër, por atij duhet ndihma e dy heronjve më të fortë në qytet. Vërtet, kush? Ne, shoku. E drejt, fantastike. Mbroni bazën derisa të vim. Po! Zero keq bërës.
Mendova se mbrojtja e bazës ishte argëtuese. Sa herë që mërzitem, thjesht ushtroj muskujt për të qëndruar gati në aksion. Ide e mirë. Ej, nuk je i fortë sa të ngresh makinën e maces. Po, ajo është super e lehtë. Po me një dorë ngre. Çfarë është ky? Një konkurs? Ide akoma më e mirë. Bëjmë një garë për të parë kush është më i forti. Gjuajtja ime kundër muskujt e tu bret koce. Muskujt e gekos. E po fillojmë. Më falë roboti me pijame, bëj mirë që garën ton ta zhvillojmë jashtë. Po, na duhet diçka shumë e madhe për të testuar super muskujt tan. Po! Ç'kemi janë ju? Na u bëqefi që naftove të rinim këtu. Nuk ka përse, miq. Kam diçka për ju. Do t'ju bëj legjenda heronjsh. Më ndihni. Dollapi gabuar. Ja ku është? Wow, një gur. Faleminderit. Më shumë se thjesht një gur. Guri mendimit është i vjetër se koha. Përvetësimi i fuqisë së tij do t'ju jap fuqi të mëdha. Por ku është Gecko? Oh, ai po bën roje. Shpresoj që gjithçka të jetë mirë te baza. E bën dot këtë? Super muskujt e gekos. Bukur. Por më lër të tregoj se si bëhet. Armadila më i miri. Wow! Jo! Inzet. Hej, autobusit e Superplas. Nuk ndodhi. Ku ka mënyrë më të mirë për t'i testuar reflekset? Oh, po, e drejt. Mjaftueshëm nxemje. Ta kalojmë garën në një nivel tjetër. Po! Po! Tani të shikojmë ty. Një, dy, dhe tre. Ja, super muskujt e gekos janë numri 1. Ha, unë ka më shumë fuqi në gishin tim se sa ti në trup. O, ashtu? Prit derisa gishti ju t'i stuhishëm të takoj super gishtin e vogël të gekos. Super mbëroja e harducës. Po pra. Duhet të trajnohemi që t'jemi të fortë në trup dhe në mendje. Vetëm nëse përqendroheni mund të përdorni fuqinë e gurit të mendimit. Upa! Wow, mund ta provojmë ne anju? Jeni gati, thjesht të përqendroheni. Imagjinoni gongun që rrotullohet në mendjen tuaj. Wow, është edhe më i fortë kur përqendrohemi së bashku. Ta provojmë sërish, diçka më të madhe. Gati, vajza? Merrni frymthell, qetësoni mendjen dhe përqendrohuni. Ngadalsohu! Fantastike! Sa keq që Gecko nuk është këtu me ne për ta mësuar këtë fuqi. Vetëm një hero është aq i fortë sa të ndalë rrotullimin tënd të stuhishëm. Edhe ai jam unë. Nuk e ndal dot armadilanin, sepse jam më i forti. Dhe do ta vërtetoj duke ngritur një Gigantosaurus. Në momentin që do ta gjej. Ata nuk ekzistojnë më. Mirë, atëherë do të ngrej një planet të tërë. Por do të duhet të shkosh në hapësirë. Dhe, ku do të qëndrosh? Duhet të ketë diçka që ta ngrejmë për testin ton përfundimtar. Hey, baza! Le ta shohim kush mund ta mbajë më gjatë atë. Armadilani ka fuqinë që të mund
gekon gjatë natës. Prit! S'është e drejt, unë i pari. Jo, unë i pari. O, baba. Ardhuca zvaranike. O jo, roboti me pizame është brenda. Merë frymthell, qetëso mendjen dhe... Çfarë nuk shkon Anju? Ka telashe në qytet. Thuaja edhe një herë. Roboti është në telashe. Shkojmë. Cili keqbërës fshihet pas kësaj? Mund të jemi ne. Na falni. Bëm një konkurs super muskujsh. Vërtet? Kush fitoi? Unë. Ti lëm pyetjet për më vonë. Për momentin duhet të shpëtojmë robotin me pijame. Wow, po rrotullohet shumë shpejt. Zvaranik rëshqites do të ketë një mënyrë për të ndaluar. Hey, guri i mendimit. Cili gur? Ai ngadalson gjërat. Duket mirë, çfarë do të bëjmë? Ta hedhim? Jo! E mban përqëndrohesh dhe... Jo, funksionon vetëm për gjëra të vogla. Nuk është provuar në gjëra kaq të mëdha. Po sikur të përqëndrohemi së bashku. Mënyra e vetme për të shpëtuar robotin me pijame. Geko ka të drejtë. Shpejt, që të gjithë. Merrni frymthell, qetësoni mendjet dhe përqëndrohuni. Ngadalsohu. Nuk po funksionon. Një prej nesh nuk po përqëndrohet. O, më falni, isha duke menduar për një sanduiç pule me turshi. Përqëndrohu, Armadilan. Është koha të bëhemi heronj. Ngadalsohu. Nxitoni, guri po thyhet. Baza është shumë e madhe. Po ja përdor gjithë fuqinë. Forca! Super fuqia e muskujve. Super kapja e hardhucës. Super muskujt e gekos. Roboti me pijame, qënë ke mirë. Më falë që ti morën pak mend. Në rregull. E po, mendoj se ju djema e ullët shumë mirë bazën. Në fakt, e bëm të gjithë. Me muskujt edhe me mendjet tona. Falan jus edhe gurit të mendimit. Sa keqe mendjet tona e thyen. Ajo që ka rëndësirë që ja keni përvetësuar fuqinë. Ndonjëherë duhet jeni të qetë dhe të përqendruar për të qenë hero. Po, nuk ka asgjë që s'mund të bëjmë kur kremgulim ta bëjmë. Tani për konkursin tjetër. Le të shohim kush pastron më shpejt. Ti rregullojmë gjërat sa hapen mbyllësit. Bom! Heroj me pijame për disnin të gjithura, se të qatatës i shpëtuan të gjithë.